Vlora po konsolidohet çdo vit më shumë si një nga destinacionet kryesore turistike në Shqipëri, duke tërhequr vizitor vendase dhe të huaj fal bukurive natyrore, trashëgimisë kulturore si dhe ofertës së pasur turistike. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonçja dau në rrjetet sociale pamje nga qyteti bregdetar që ofrojnë pamje të mrekullueshme me peisazhe si në Kartolina. E vendosur mes detit Adriatik dhe Jon, Vlora ofron plazhe të larmishme, që nga zonat ranore e deri tek brigjet shkëmbore, me ujëra të kristalta. Riviera e saj, që shtrihet drejt jugut, mbetet një ndër atraksionet më të preferuara për turistët gjatë sezonit veror. Zhvillimi i infrastrukturës, shtimi i infrastrukturës akomoduese dhe rritjet e investimeve në agroturizëm, si dhe shërbimet kanë ndikuar ndjeshëm në rritjen e fluksit të vizitorëve. Restorantet me gatime tradicionale dhe prodhimet vendase shtojnë më tej atraktivitetin e zonës. Institucionet dhe operatorët turistik synojnë që përmes promovimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të shërbimeve, Vlora të mbetet një destinacion konkurrues në rajon gjatë gjithë vitit, jo vetëm në sezonin veror.